Prandaj, ka qenë një konsenzus edhe ndërkombëtar më shpallë pavarësia jonë. Dhe ky është një shtet i njohur ndërkombëtarisht nga shtetet të fuqishme të botës. Se ka shtete në Afrikë, në Azi që mundën me na njoftë, por që s'na hyn punë për kur gjë, vetëm shku me bëna e biznes personal. Se s'kan kurrë influencë në sigurinë dhe perspektivën e Kosovës. Për ne janë jetike shtetet e Bashkimit Evropian, shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kaq. Dhe tani tendenca për ta kthyer Kosovën në këtë kurs politik që janë këta dhe po i përkrahen me votë, është për me kthy në Republikën e Tretë. Kush kanë qenë Republikat e Tretë të vitit 99 kur negocioi me Miloševićin për largim nga Kosova? Ka qenë Serbia, ka qenë Malizi dhe Kosova. Sa atëherë ka qenë Malizi brenda RFI-s, Republika Federative e Jugosllavisë. Dhe sot këta po punojnë për një Republikë Tretë. Ku do të na shpia ajo? Pra, një Kosovë që është në kushtetutën e Serbisë ende, një Kosovë që nuk është e njohur nga Serbia dhe një Kosovë që i ka 39 marrëveshje për normalizim. Në marrëveshjen në planin franko-gjerman, marrëveshjen e Ohrit, Albin Kurti ja ka njohur të drejtën Serbisë që për 10 vite të mos e njoh Kosovën dhe të mos e ndryshoj kushtetutën. Dhe ka ngel vetëm kushti i tretë i Bashkimit Evropian për integrim të Serbisë, aneksi 35, artikulli 35, i cili thotë normalizim të raporteve, Albin Kurti posui 50% të kushteve të kushtit tretë, pra normalizim të raporteve, ja ka kryer Serbisë. Mbyllja zyreve, këto janë kushtet që ka pas Serbia. I ka kryer Albini këtu. Energjetike, këto prova, këtë i ka kryer tabela. Pra, ja ka përgatit terrenin Serbisë për me u integru në Bashkimin